Në hyrje të mamurasit aty ku përkujdesja duhet të ishte simboli i respektit për ata që nuk janë më, ferrat kanë zënë vendin e qetësisë. Varresat e këtij komuniteti janë kthyer prej kohësh në një peizazh të trisht parcelash të mbuluara, gabimësia e egër, rrugica të pakalueshme dhe varre që mezi dallohen mes harresës. Varresat e mbuluara nga ferrat janë një ndër problematikat kryesore që rëndon komunitetin në Mamuras. Asnjë investim në mirëmbajtjen e tyre, ajo që tashmë është më shqetësuese, mbetet mbulimi i tyre nga ferrat. Shumë banor janë ankuar pranë njësisë administrative Mamuras, por deri më tani asnjë nuk i ka dhënë zgjidhje këtij problemi. Ndërkohë, tjetër problem i kahershëm mbetet mungesa e sipërfaqes së vendeve për të vdekurit. Bashkia e Kurbinit ka harruar një problem të tillë. Kërkesat e vazhdueshme të komunitetit nuk po gjejnë zgjidhjen e duhur. Është për të ardhur keq teksa shihet kjo gjendje mjerueshme e krijuar nga vetë-dora e njeriut. Dikur Mamurasi shquhej për gjelbrimin dhe një qyteti mimozave dhe i pastër, ajo që ndos sot është krejtësisht ndryshe. Banorët presin nga vendorët edhe firmat e mirëmbajtjes të mos harrohen në ferra të afërmit e tyre që prehen në banesën e fundit nga neglizhenca.